pak mbi, le të themi, kalimin nga agjërimi tek regjimi normal i ushqyerjes. Dhe në përgjithësi si trup, duhet të kemi të japim disa ditë kohë trupit për këtë tranzicion që do psoj? Sigurisht që më e mira do t'ishte që ne t'i japim kohë trupit, sepse kalon një periudhë, agjerimi i Ramazanit llogaritet agjerimi i thatë dhe kemi edhe mungesë të ushqimit, po edhe mungesë të ujit. Dhe tani të kalojmë nga kjo periudhë në një periudhë ku ne jemi të lirë të konsumojmë gjatë ditës, sigurisht që trupit i duhet një kohë për t'u përshtatur dhe ne e dallojmë që na duhet kohë për t'u përshtatur. Më e mira do të ishte që në periudhën ku ne fillojmë të ushqemi si përpara agjerimit, të kemi kujdes në vaktet tona dhe të kalojmë në një përshtatje të ngadaltë, duke shtuar vaktet gjatë ditës, por vakte të mirë balansuara, të mirë strukturuara dhe jo të ngarkuara, në kuptim që trupi këtë tranzicion ose këtë kalim nga një periudhë në një periudhë tjetër ta kaloj më mirë dhe të përshtatet ose të përballet më mirë me këtë kalim. Tani nëse ne gjatë periudhës kur kemi agjeruar, kemi krijuar shprehi të mira, do thoja që këto shprehi patjetër të vazhdohen dhe